Po kthehemi në episodin e radhës, shpresoj që ju pëlqej epizodi i fundit me një prodhues vendor. Tash kthehemi me një podcast të radhës, me një shok shumë të vjetër temin, një bashkëpunëtor i kamotshëm edhe një serial entrepreneur me shumë biznese inovative në faforme, edhe kom ftu sot me na tregu çysh pi bën çto, çka me pas tre, me mua sot Blen Zeqiri. Valon, kënaqësi me qenë me ty, faleminderit shumë. Në fakt edhe unë kom çamë të livdu boll se të një moti dhe kena kalu shumë kohë të mira bashk. Sot më kujtojshin ato kohë në Shqipëni që kena punu bashk. Po. Edhe ajo rruga ka Maqedonia që shkojshim 2-3 herë në javë. E beson që e menova se për Tiranë erdha direkt, edhe më kujtohet që patëm dola të më unë të orë, kështu të pishe cigarë për miron fije një varë Linuxit printerit, kësha me paskon ChatGPT, ha? Për 5 minuta bojnë ato folë, 2007-2008, zotit ditë në Shqipni pa internet me konfiguru Linux. Ja patëm dalë vesh. Po patëm dalë. Plotes, më kujtohet asë qa kona. Që ajo, që shkena kalu mire, situata su konë gjithë ma e mira, po na kena kalu mire me zvete. Këthen të ajo klisheja që thoi çka do që të bo, enjoy the journey. Ka një herë po bëhet pak ma vështirë, asis po bën me haru që ato, që po duhet me pas gjithë në mene. Kur ja keni sti këtë journey në tënë? Atë kujtohet? Shkullë mesme, vitë parë shkullë mesme. IT technician. Në kompaninë ku sot e kom në pronësi, kom fillu punën si IT technician në vitin 2000. Mirë mas lukte. Po. Që atër pak ma shumë me pasion për IT, edhe të edhe une. Shkollë shkojshim gjysë dite punojsha. Edhe në fakt më ka ndërtu që une me ne që mirë, në ashtë të tjerë të më shojnë mirë, po une ja kom po shumë hojnë që asoj kohës të jetës temë. Për dire sa shumica e kam pas mas shkollës dilshim edhe ase, unë e më shkum punë. E aty më punë, kom qenë Majrio, e kom pas rast me pa edhe me nejt me shumë njerës gjenerata ma të vjetra, pak ma të vjetës se unë, mas njëna u rritëm pak pat edhe sa unë, kështu që e kryova edhe një shoshni të një komunitetit që se kom pas kër ma hirët, më ka ndërtu shumë që ajo. Në është ta pak para kohës, po... Pas të kalon keq kënjena ka shkolla? Jo. Jo, se jena të volë 4 orë shkollë, 4-5 orë shkollë, 4-5 punë. E qka punë ishe? IT technician, atër i kena pas kompjuterat vishin copa edhe u monteshën. Do më thonë shtëpiza, u gjithë ke plaka, motherboardi, kartera grafike, procesore, që ato i monteshën. Plus asaj, kemi bu shumë LAN, kemi montu rjeta shumë. Do më thonë, në një periudë saktume në vitë 2 shkollë mesme në dogo të më konë, në gjithë që më do kanale Pandueti në konë, një brend i mirë i kanaleve plastikës të me gjithë kabla. Veç që po punën me kompjutera, unë më konë me ase brusalicë në dorë të prej kanale të nditën. Po edhe ajo është eksperiencë fantastike që e kam. Do më thonë, kërkosh në Kosovë nuk den me bu kontin 45 shkollë ma mirë se unë sot. E pom, shikus, qëto tavrina s'ken vidi, shka blini, qështu i vesht, hini, që në të ashtë të lavati. Kështë që fanderit për qëto apet së në vi, bash mirë, po hajtë. Dejti se, unë e desë pëse që kësë qështu, po hajtë. Diçka, nuk e di, sum pi bina fije ka njerë. Po, provoja që pësu ti ne gabo që if it functions, mës e preka. Blen, pika kjo dashnia për kompjutere, për IT e për sene? Nuk e di. A ki prend IT? Ja. Jo. Prend kam punu në RTP, dhe në 89-90, kër i kanë qipi punës. Baba u konë mikseri fotografisë, nana u konë koordinatore akordeve të fëmijëve në RTP. Po në aspektin e engineering e kom tradit prej familjes. Do më thonë, engineering do më thonë gjithë shka. Gjyshe jam ka baba ka qenë mjeshtër shumë i mirë i drunit. Mas nej baba me agjen kanë qenë electronics engineers
që janë marrë me instalimet të telave ndryshme, po jo në 12 volt, po në 220 volt. Ka nana gjithashtu dojnë, kom një entrepreneur shumë të flakt edhe është teknikash e mirë, që është me thonë. Kështu që kom shumë në rreth temin, se modelet e njerëzve që sigurisht i kom përcjellë dhe jom rrit me ta, mas një qaj pasioni për engineering, e kom qitë kënej ka IT-a, ka kompiterat. A ki kryu shkollë për ta? Po. Në fillorën të mesme kom qenë Prishtinë, s'ma që majnë fillore, të mesme sa me frashër, fakultet në Angli kom qenë, software engineering kom bu, po në ndërkohë kom bo shumë shkolla profesionale, do më thonë, u patëm certifikuat her me MCP, Microsoft Certified Professional, mas ne u patë hap IPCO instituti për CCNA, trajnimet, që kom su shumë, për që asoj edhe gjithë përmeni që e ka pas një impact i jashtëzakonshëm, edhe IPCO instituti, edhe Kaktusi, edhe këtë qendrës të trajnimeve që u patën hap në qatë learning me kompjuter, unë gjithë përmendi që në kam eduku me mësu me kompjuter edhe me ABCD mu përgjigje, jo këse shkruje të përgjigjen. Sakt. Plus edhe aty komuniteti që e kena pas në për klasa, ose në qatë institut janë kohë shumë mirë, sot ketë janë në për IT-a në për asë. Kërë që për shato edhe, respekt për të folja ketëve, po është shumë e rëndësishme çfarë impakti ka pas të dy institutet, ose ma shumë, s'po du me folë me emna, por i përmena 2 ku unë e kom qenë student, edhe qatë komunitet haloj kom shuk, direkt ose indirekt, edhe nëse shina me ta 5 vjet njihemi edhe është një farë respekti për krejt që jemi konë në për qato kurse. Qa kesa një parë që vrejten ku shojë në Angli? Apo të në me cultural shock shto ajo? Aja kështu shë këto kondit 45? Gjithshka. Aty është gjithçka mirë edhe në rregull, në kuptimin e Londër, në kuptimin e mbrëmshëm edhe të funksionimit të sistemeve, ka sisteme dhe funksionon. Domethënë nuk ka shans të më pani asë që e ka alkoolin e durve dhe që s'ka alkool mbrëmje. Domethënë gjithçka që është funksionon. Në anën tjetër nuk është që kom pas shumë kultural shock, për shkak që edhe që ata njerëz që në kom fakultet, që në kom qasë që fare, unë i kom pas rrethin këto. Në kuptimin e kulturës të familjes, ke ndryshe. Komplet ndryshe. E ku në familja të, ja? Unë kom nejtë të familja Agjës. Okay. Mas një kuë u pata zhvendos, mas një më këthy prap, po shfrytëzoj rastën edhe me falenderu se kom kalu shumë mirë me familjen e Agjës, edhe kom një prej kohëve të mija të arta kohën e studimeve, edhe pjesën që kom nejt me familjen e Agjës. Është ma ndryshe, funksionan, trafiku urban funksionan, të mësosh me një farjetë që qosh në 6 mëngjes, edhe është terë kur qosh, edhe kime më rinë 8 në shkollë, është 2 orë, po është ofër. Edhe jetu gut për me shku në autobus, jetu gut për tren, edhe jetu heci shpejt pak, edhe ajo është këtë normale. E këtu pak që aty qalojmë se pak si ka dalë shkon. S'ka sistem. Ma let jom adaptu atje, se sa që jom riadaptu kur jom këthy këto. Sa të ramenaj? 3 vjet. A punoj që kështu në kafiqës që shtarë këtë jo? Po që shumë. Me kom pas një rutinë të vështirë, sot që në kësha bo. Dhe më thonë qaj, 6 mëngjes që është, shkon shkollë, më ka shpëtu aty një orari shkollës që ka qenë 8 deri në 10 për shembull, në Land ose 8 deri në 9, po më kujtohen shtash me detale, po ka pas pauza 1 orë ose 1 orë gjysmë në brenda orëve. Edhe s'ki pas shumë qa me bo, u koni library, biblioteke, dhe që aty shkojshim edhe kryshim detyrat edhe sene qa kesh. Dhe më thonë, nuk kom pas punë të detyrave mas orarit të mësimit. E ajo më ka mundësu me punu në restorane, kafiqa, edhe pata mësu një 50 koktela me marrue, kuzhin, kom punu, mas një vikende, gjithë shka, nuk kisha mundësu me zjedh. Jetesha. A të me bakshish, e shtysha, dyshysh. A është në Amerikë bakshish të me tjepa jo? Po është, u konë një qatë herë, u konë një service charge,
që e ki pas të obligume me pagu A vëni që të në shqiptare, kështu? Edhe të shqiptare dhe kështu, gjithë shka me kom përnu, gjithë shka. Do më thonë, në një 2-3 muaj dhe kom gjithë laminat me të shqiptarë. Po që vikendeve e krysha qatë punë edhe nuk ku konë situata për me zgjedh. Asët nuk e zgjedh e punën. Asa tërë se kom zgjedh, prind ma kam pagu shkollën që kun jashtëzakonisht është trajt, po jetesën e kom kry vetë. Do më punës nuk pjotët shë? Ja, si tut, ja. Si tut në aspak. I ki vo krej? Për kondraze e du punën shumë. Po ka njerë së më pëmërimi kry kejtë, ajo po të stresa. E përmene që të reintegrimin kër u ktheve, a e dishit që keme bua jo? Se për vrej që shumë djemë vajzat e edhe së dhe në shkojnë krynë shkollën jashtë kër kthejet, nuk e ka fort kjartë. Jo që aty e kom pas një qasë clash, s'po di që me thonë shqep, se s'po du me folë anglisht si të ufri pak më duhet, po që ajo mosha 18, 21, 2 është gjenerata e me kishë ndryshu pak, se cilë edhe kishë bësh është 1-3 janë për fakultete ku dhe që janë AOK ose UP ose ku dhe, edhe pak ishën rritë, edhe ishëm rritë në një mënyrë të ndryshme, unë ndrysha ata ndryshë, s'po dhe ma mirë ma keqë. Haloj kom shok të jetës që ata, halo i dushëm, po tjetër mua betke, tjetër loj i të fullnës, tjetër loj të knashnit. Plus, nuk desha shumë që ka me bu. Që aty prap se haraj kur mu ka jep një mundësi prej djali tezës Armendit, Armend Maljazogun që e përshëndes, edhe prej qasoj mundësie, sot unë edhe familja jeme kemi mirëqenjen qëfar e kemi, të mirë. Mas nej, për që ato e kom shumë të rëndësishme, edhe unë me i dhonë tjerëve mundësi me qashtë sa moj. Që dhe isha me të pyta, a e të vazhdu të Po. Ajo mas nej, mu edhe ty edhe plotëve i ka jep shumë mundësi, dikush i ka gra, dikush. Ajo mas nej edhe të lëndan ka njëherë, se jep shumë mundësi njerëz dhe njerëz të lëndojnë, kur ki punë me njerëz është gjithë ma e fështirë, ma të merë kohë edhe ko emocion, gjithë shka. Dhe sot sa një ma shtaj që na mundu me jep është koha. Sakt. Mas nej kom vazhdu shumë njerëzve i kom dhe mundësi. O këtheve se IT technician-a? Edhe kom i dhonë mundësi, apet, edhe pse ka pas dëshprime, lëndime, se une kom përfitu shumë për qasaj. Në anën tjetër, e mora një eksperiencë atje, edhe në shkollë, edhe ku do që shesha, se kom pas raste me punu edhe në përdo kompani si part-time, edhe të sheh, une nashta e kom të zhvillu me një farë diçka që shë shumë detalje, edhe ti, kur shë detalje që ato mundu është mi pru këto. Këtu ka gjithë nevoj për përmisim, si në gjdo treg. Po që atëherë kem 2008, kem pak ma herët. Si në kohën sene që në sot, gjithë shka ka në Kosovë, që atëherë s'ken kejtë. Do më thonë edhe i zhvillum disa portfolio të reja që s'kesh këto. Me që ato portfolio, me që ato ideja erdha, edhe bashkëpunim me Armendin, e mora përsi për Art House me drejtu. Dhe për që atë heshët, ever since, halojëm që atë. Që so vjetë? 2008, deri sot, 17 vjetë. Po. Drejt CEO? Po, hina drejt në CEO. A mi bjen që me kry fakultet në Angli, po është CEO? Së di, nashta. Po, të une që ashtu ka qenë, po kom dhonë shumë për i vetës. Art House-in atë kohë, dhe bon, e baj menë, se në që të herë i me punu në Kaktus në 2008. Po për që atërshët në gjijem kështu, edhe pse në njohë për Prishtinët, po për që atërshët edhe kena nejtë shumë. Edhe e moj men me shërbime shumë inovative në atë kohë, po mënej për kohën atëherë, si të mësë këtë industrinë e service. Po ne, si duket halojëm, moj me konsideru vetën të mirë në ofrimin e shërbimeve. Edhe shumica në bizniseve që i kam, janë service industry, në industri të shërbimeve. E kom të rëndësishme me azidh një problem dikujt. Nashta ka të bëj me karakterin tem, nashta me qysh jam rrit, nashta me kush jam. Po nëse ti e zgjidh një problem edhe ki profit për qasoj që e zgjidh një problem, atër për mu s'ka diçka më të mirë që mund dikush me bo dhe që të përmbush më shumë. Në Art House ka qenë sikur shumica kompanive atëherë që kanë punu me IT, hardware dhe software, kanë shi gjithë shka prej licencave në kompjutera, servera, e ndrum edhe Armendim ka suportu shumë, nuk e të ideja, se di una e kësha bosh tash të dikosh 21 vjetë që atë besem së ti e kësha pas.
e ndruam edhe filluam me ofru vetëm shërbime të menaxhimit të printimit, quhet anglisht Managed Print Services. Pra, keni kthime të shumë korporata në Kosovë, kur ja ofruam dhe kemi zgjidhur shumë probleme edhe në korporata financiare dhe shumë industri në vertikale të ndryshme, që në vend se me ble fotokopjen, tonerin, servisin, disa 4 shërbime ose blerje kapitale të ndryshme, na ja ofrojshim si price per page, që me përfaqe me këtë të përfshime. Dhe me thonë, bugjetet kapitale nuk i përdorshim, ose do mos bankat, nuk i përdorshim që to pare, po i përdorshim për me lëshu kredit, ndërsa na krejt shërbimet, produktet, materiale shpenzuese, pjesë të rezervë i mbledhëm bashk me një çmim, edhe funksionoi jashtëzakonisht mirë. Këtë linjë të biznisit në Art House kemi edhe sot, edhe pse sot ka dikun rreth 20 e diçka % të biznesit total, për shkak që edhe industria e printimit është të shkutura. Tash më s'kem shota. Po, edhe pse nuk ka ra, vazhdon me qenë biznes i jashtëzakonshëm, edhe letra prapë ka vlerësohet pak më shumë se një tekst i shkruar. Gjithsesi, na e dim që ardhmja nuk është atë. Por edhe 5 ose 10 vjet në Kosovë ka me pas biznes të jashtëzakonshëm të letrës. Qysh i bëndshit me marrë shërbimin? Atë qysh, edhe aty kemi bu një plan që për mu ka qenë i mirë dhe që ai s'ka pas qa me hupë. Se cili klient e kemi bu një farë vlerësimi, anglisht e qushim assessment të klienta që i kemi pas anglisht folës, edhe u fotshëm të klienti i shishim krejt kostet që i ka një klient aktualisht, të vitit të kalum për shembull, edhe nëse ka dalë për shtyp, aty është përfshi letra, tonere, pjesë të rezervë, pajisja, shërbime, servisi, gjithçka. I mbledhshëm edhe i thoshim që nëse na nuk mundemi të paktën 15% me e bu ma lirë se sa që ju aktualisht e keni, edhe me pas një single point of contract, me një kontrat me mbulu 4-5 kontrata, atëherë s'keni pse me punu me neve. Po nëse na e mrim që ta, atëherë te ki paktën nëse s'don me hi në kontrat me neve, paktën e ki një plan se qysh mund është me abo për mi ullë të kosta, edhe me pas një indirekt ullje të kostove të stafit, se nuk ki mu marrë me shumë staf, njoni për atë kontrat. I paske e këta ekspertat e fotokopjës për punë. I kena marrë në punë që ta. E ka shku shumë mirë dhe vazhdon me shku shumë mirë që kë business model. Në një periudhë të caktume, 2012-2013, i kemi pas 13.800 pajisje të lëshume me qëra në Kosovë. Ajo është mega operacion, edhe me një ekip jo shumë madh. Ty ku kam ime t'jabë zgjedhët dhe po është kësë zënë? Për kësë zënë, atë çfarë zgjidhjet mira kemi. Po. Se s'po du me politizu, po kjo është çështje teknike. Jo, po jena të full për logjistikë, se për çështje teknike, nëse fani. Nëse çdo flet votim është me tik, ekziston një teknologji që quhet OMR, Optical Mark Recognition. Okay. Nëse në çdo flet votim bëhet një sistemi OMR që është edhe shumë pak i kushtueshëm, në rezultatet më nëmi pas për 5 minuta masi që të kryos zjedhjet. Sa i skenon? Me nështë, skenume dhe asë një gabe. Asë një. Kjo zakonisht përduret edhe për teste maturës që është na, që na nuk e bojmë, po kur ki teste masive, është teknologjia OMR që direkt të printerit, ose çfarë do pajisje që ti e fut letrën, edhe ka shumë lloj pajisje, për shembull flet votimi, mund të konë që më shty letrën ti kështu, që e merr letrën si shredder që është që e merr kadale, po është skener dhe letra metet në shport, që mundesh edhe më pas real time deri në çat moment sa ka qenë fix, edhe në fund sa është rezultati. Kështu që ka zgjidhje për gjithçka. Unë jam i bindur që çfarë ekipi ki pas me menaxhu 13.000 pajisje? A do të më konë përbes me një ekip as 50 veta. Okej. I kemi menaxhu. Po ka pas shumë energji aty, do të thonë jemi të vol 2012-ën, ku nuk ka pas edhe shumë vegla të mira për menaxhim të workflows, punëve, sa në shumica ka qenë edhe manuale kanë erë, me do Excel-a që i bëjshim. Falë, po diçka e më pak smut pe fytet e. Merë një se bomboni me kimi. Kështu që ka pas shumë energji. Kemi pas ekip të mirë, përveç punës edhe kemi zhvilluar një relacion shumë shoqëror me këtë ata.
disa prej tyre halojnë në punë, edhe I respektoj shumë edhe kanë qenë me neve në momentet më të vështira, më të mira, se kur je dikon në punë mbi 10 vjet, në qatë kompani, organizat, institucion, ka dhe momentet vështira dhe të mira. Më thonë, nëse I te kalon të gjitha këto me ne ekip, çfarë kam për shembull në Art House, nuk ka mo çka të nalë, domethënë. Që ata e kam pasoninë më të madhe që e kam në jetë. Kur u lansu klienti I parë, a ke sfiduese? Po, domethënë kam pas 21 vjet, e në shumë një kontratë 1.5 milion euro. Edhe fluturesha. Plus me vlerën e parës të atëhershme, ka qenë mega kontratë. Edhe më e rëndësishme është që e respektum shumë kontratën, në kuptimin e vlerësum na si ekip, edhe kemi bu mas mirë të ever. Domethënë në këtë Kosovën, në qatë kontratë specifike po flas, po du me përmend emra, 16 minuta ka qenë koha e zgjidhjes së problemit në këtë Kosovën. Për 16 minuta, nëse ka thirrë për diçka, çfarë do qoftë prishje ose kërkesë për shërbim. Këtë Kosovën. Pa të më bu një farë shtrirje të servisirave në këtë Kosovë. Ku kemi me dalë dhe delivery o bosh? Po shpresojmë, edhe atë plane kam për të shohem. Kjo, po flas tash për qëto se që kjo është edhe fillimi, ase edhe Art House-in e kam pak si ma për zemër se që të edhe kam fillu edhe që të shpenzoj kohën ma të madhe temën. Në pandemi e vojtëm shumë, për shkak që në pandemi gjithçka u nal. Edhe jemi të folë jo 3 muaj, jo 6 muaj, u nal për mi 1 vjet e gjys, edhe mas edhe kur fillu njerëzit me dalë në zyre. Keni farë rotacioni, çdo 3 veta njëri tretë del, ose një javë del njëri, një javë tjetri diçka. Plus work from home. Po ajo na penalizoi shumë financiarisht, domethënë patëm humbje enorme të mëdha. Kënë dikon mbi 1.5 milion euro humbje për 1 vjet e gjys. 100.000 euro në mujt? Po. Bashkë qaq. A flejsha jo? Po. Te kalum, por na kam mësu do sene që jo gjithë shka më varet për teje, se kush ka mujt me planifiku qatë pandemi. Po da. Ka njerë risku është I kalkulum qaj nuk e, qaj nuk mujt e mu kalkulu. Tash gjitha fotokopjet ose pajisit që na I kemi ble të reja të produse, I kemi ble me këstet të kredisë. Edhe qaj projekte ka pagu këstën e kredis, që këstë e kredis në qatë momentën e pandemis ka qenë jashtëzakonisht I madh, që nuk ka qenë I madh në krahasim me biznesin që e ka pru, se kënë numrat e mëdhaj, domethënë që përshuj keni shok jemi rota e madhe të ke. Numrat e mëdhaj, po jo profitabiliteti qaq I madh. Po në numrat mëdhaj se oba, 6.000 euro në ditë. Kesh profit. Masne ajo në alkejt. Edhe kejt që do këstët e kredisë dashën vetë, stafin kejt e majtë, masne staf nuk ka dollë për punës. E ajo e pat një vështërsi që se di ako me pas në jetë matë madhe, por që u te kalu. Qysh reagon dikosh që si ti udhëhes në qëtë situata kur nuk ka përgjigje sakt, po thëmë kështu, se nuk ka drejtim ose rrugtim? A konsultohesh me najkën? Nuk di kush mundet me të një mund që se raste. Po edhe, po qëshja bone ti, qëshja dole? A dhe qysh qatë moment është që nëse një problem të ka ndodhë, jo do mos dëshmërisht të ki faj. Po ti ki faj nëse nuk qohesh me punu shtash. Në qasi momentet të vështërsive të mëdhaja financiare, në një farë paqartësie se çka po ndodh, në qatë periudhë saktësisht, baba mu pa diagnostifiku me kancer, gjithë shka ndodhi. Edhe kënë rastet predispozita të pata që me fillu me abuzu me në alkohola, droga, dishka, po e vendosa që... A me him politika. E vendosa që me ra herët me flejt, me qu herët, edhe me punu 5 fish ma shumë. A je workaholic? Jam. Po qatëherë, do më thonë, kur njësë këmë punu ma shumë se në periudën post-pandemic. Alo, qaj rritëm në kamet, shu që ju bohën dikon rrët 12 dhe 16 turë në ditë punë, edhe mas nejti nuk je që e bën switch. Halo, ajo pëtrune, halo në punë me nën.
por që kom gjetë prapë një farë zgjidhje të ekuilibrit edhe të shëndetit mendor, për shkak që une thash e kam tradit prej familjes babës punën me dru, edhe në Brezovica kam një villë të prindve, që aty kam një podrom punëtërie kam bo, që çdo vikend kam shku që aty dhe e kam hek trunin për kësaj rutinës të vështirë, që më ka ndihmu jashtëzakonisht shumë me i tejkalu çdo sfidat, edhe financiare, edhe të paqartësive se ku po shkojmë çfarë po bëjmë. Ekipi Halo e bëj që atë 5-2, domethënë 5 ditë punoj shumë, 2 ditë kam vikende s'po punoj mo. e shuk. Shumica në vikendeve shkoj në Brezovic, edhe bëj në tavolinë, marraj në dollap diçka. Në që të funa vyme në regal. Çka done? Veç një janar, se deri në fund vitit Kom jemi kësha brez. Ti amaru. Që atë pjesë e kam një farë hobi, një farë mënyre për me relaksu veten edhe mendjen. Në këtë periudhë të vështirë, është familja që më ka ndihmuar shumë. Domethënë, nëse veç është të na ngu dikush ose familjarit dikujt që është të kaluar në përase, familja e ka rolin kryesor në tejkalimin e sfidave. Se ti s'mundesh me pas sfida edhe në punë, edhe kur shkoj në shtëpi edhe do tjera, që atëherë mundesh edhe më bloku kështu me kaket, por që unë kom pas fat që më ka kuptu shumë familja, kur unë si kom besu vetës, familja më ka besu mu, edhe ja kom dalë. Do më thonë, këtu pa tjetër që du të më përmenë familjen e ngusht, motrën tem, bletën, tezën teme, shpresën, që mu kanë gjindë në çfarë do forme, jo veç financiare, por në çfarë do forme. Do më thonë, edhe një fjalë, pa e vetë kur gjë më thonë, me ty jemi mëstanin, ku tjetë jemi edhe na, bëllësht. Po edhe, po. E pika që ky pasient, që ky drive me vazhdu, pavarësisht këtë sfidave që i ki pas edhe financiare edhe këto tjera. Pse të e buj sot që e bën? Së di bre, si duket çaja më përmbush apo. Nuk është për pare. Nuk ka profit driven, nuk ka money driven. Është tepër të ketë dashni për biznesin, për punën. Se di bre, s'është, s'është. Muj halo. Po çfarë do të thonë, do të Muj halo ka kapacitet halo muj me bu. Edhe po presim me bu halo vitin e ardhshëm. Kemi shumë plane. Po ne i përmende. Unë futboll s'di me lujt, as basketball, që ta di me bo, di qysha den. Exactly. Që kjo më përmbush, që ta e bëj, që ta po mendoj që di me bo, derisa të di mirë që po mendoj që gjykimin e kom të shnosh, kom e vazhdu me bo. E përmende edhe bletën, edhe të zën shpresë, dy ndërmarrëse që kanë bizneset veta si i graj. A pinimon aty në nesën e ju? Veç amoj. Veç amoj. Deri në frymën e fundit. Po, e vërtet. E kallzon kur kaj momenti që menove që Artausi është okay për peqeri edhe një kompani tjetër? Atë që është natyrë shumë vjen. Na nuk jemi të vetëm në botë, edhe bota zhvillohet, pa marrë parasysh ç'a bëjmë na, bota e ka rendin e vet të zhvillimit edhe të funksionimit. Pandemia e prunit pak si shpejt, ma shpejt se sa që mendum në një farë digital transicione. Po. Edhe një farë shprehje të blerës online, edhe shprehje të online-it, pandemia e përshpejtoi shumë. Që shto të badhoni, ka dëku 100.000 njerës më në natë, kur qysh ndryshe me bo. Po. Na prej 2015 se kemi hapë në Art House departamenti për Digital Services, që ka qenë krahas paper departamentit. Deri në pandemi, dhe në periudhën e pandemisë, ajo dikon 15% e biznesit, mas pandemisë, tash është 50% e biznesit. Tash në çdo fatkeqësi ka dhe oportunitet, edhe mundësi. Po ti se di sa je i gatshëm edhe që e ki një farë fotografie të qartë që po ndodh edhe çka dush me bu. Leto është tash me gjiku të kësha di që atëherë e kësha bo që ta, po që atëherë në qatë moment është shumë vështirë me ndodhë që me bo. Në anën tjetër, po të spjegoj që a bëj krejt, është... Po që dhe me thonë, sot Artausi çfarë shërbime ofron komplet? Po. Se shumica e njohin veç për printing, o kupton. Fillum në 2008 me Artaus, edhe patëm shumë sukses me njëherë. Por që nëse shetin një letër ose dokument, të edhin që ai dokument e ka një cikël të jetë gjatësisë së vetë. Dhe më thonë, prej që prodhohet, printohet,
ai duhet me u trajtu, me u arkivu, ndoshta me u skenu, në fund edhe me u shkatru. Që fakturë dhe me pagu. Po, se cili cikël e ka shërbimin e vetë që mundet m'ju jep. Tash unë e kom planifiku qitë cikël krejt edhe masi që skenohet, do të me u bo një farë solucioni që është i menaxhimit të përmbajtjes, që muj me folë shumë mas nej për qitë pjesë, se jemi të e bo shumë. Do më thonë, printohet, skenohet, mas skenimit është nëse dënë edhe një solucion për menaxhim të përmbajtjes, do më thonë një software që me punu me që ato dokumentet të skenume. Mas nej arkivohet fizikisht, për shkak që dokumenti fizikisht duhet me urujt se pas ligjeve fuqi. So jetë? Varësisht prej llojit. Si so lloja? Ka faktur, ka dokumente të spitaleve, ka dokumente të bankës qendrore. Do nëse cila e pas ka jetë? Lloj ndryshëm i dokumenteve ruhet ndryshe. Sa është më i gjatë? Me sa unë e di, ka dokumente që s'mundën mu prish kur, të bankës qendrore në rastin tonë. Ka dokumente të spitaleve, ose këto patient records, dosjet e pacientave të spitaleve që duhet më urujt paktën 2 ose 3 gjenerata, që i bjen 50 deri në 70 vjet, po ka edhe që i hekin me 25 vjet. Secili shtet edhe e ka mënyrën e vet. Na, cilat i kena kështu është kështu. Po tash unë punoj mas shumë të me institucione financiare. Institucionet financiare të na shumica nuk janë vendore. Pra i përdorin 2 standarde të Kosovës edhe të Austrisë në rastin nëse është Austrisë që e bën këtë Kosovës edhe Gjermanisë nëse është asaj. Edhe cila është më e gjata e përdorin çata për shkak që mos me pas të lashe me njërin prej shteteve ku ata funksionojnë ose me të cilat ata funksionojnë. Për shkak që e pash mundësinë që ka biznes deri në ciklin e shkatrimit, e kemi hap në 2019 kompaninë Dokman, që halo funksionon edhe sot është kompani tepër e mirë. Dokmir, ja. Po. Aty bëjmë arkivim fizik të dokumenteve, aty bëjmë shkatrim konfidencial të dokumenteve në disa mënyra edhe scanning, që është digitization, që është procesi prej letrës në numra e quajnë. Me Arthouse e kemi printimin, e kemi qatë solucionin e Enterprise Content Management, apo në disa variante që DMS, Document Management System. Në të dy firmat mundëm me kompletu një cikël të dokumenteve deri në shkatrim prej prodhimit. Në asnjë moment nuk janë përzi njëra me tjetrën, po e komplementojnë shumë mirë njëra tjetrën, se edhe klientat mundën me qenë të industrive të njëjta, apo një klient mundën me qenë i të dy kompanive. Po çfarë që përmendin për Dokman, tha punojnë në institucione financiare. Këto institucione tjera nuk kanë nevojë me shkatru dokumenta ose me arkivua? Ka nevojë. Shani biznes. Ka nevojë dhe kemi punuar shumë vetëdijsim edhe në çat far edukimin e tregut. Ashtu funksionon shumë mirë tash, ashtu bu më mirë, por shumica e vetësu për çka? Por që dokumentet duhet më u trajtu në mënyrë ligjore. Nuk mundesh ti me pas një dokument për valionin, edhe pasi që i ka skadu afati që ati dokumenti. Në GDPR është një artikull që thot the right to be forgotten. Se cili njeri e ka që drejt me shku një bankës ose një institucionet, me thonë ti s'ki drejt me majtë më dokumentet mijat digital apo paper. Mihi. Po. Por biznesit që i marrin sot dhona, po do kanë. Po, patjetër. Edhe Agjencia për Informim dhe Privatësi është të funksionu jashtëzakonisht mirë, përshëndes shumë krenare Sollojevën që është të bënë një punë të hatashme, që është të i vedisu institucionet. Deri tash nuk kemi pas në një edukim që duhet me u menaxhu se trajtu dokumentet. Po. Përkundër asaj, e kemi pas një presidente, jo këta që e kemi sot, po të më pashme që ka bo urdhër të nëshkrimi që dokumentet mundën edhe mu djekë. Ajo është jashtë çdo standardet të botës që mund me bo, por nuk e ka ditë, nuk e ka bo me qëllim të keq. Po. Ja ka qudi kosh me në shumë dhe krye. Do t'i kalli. Kështu që jemi të shku në rrugë të mirë. E tash unë e lo në arkiv të ti, ti i mom dokumentat e mia. Në arkivën e kemi të rëndësishme sallën e arkivës, që për secilin institucion, klient, që sot me pru një letër, një dokument, mas 50 vjetë që ajo dokument ka me qenë në gjendjen e njëjtë fizike. Domethënë nuk ka me pas as një ngjyrë që kemi marrë në salla, në sena. Po e kemi një objekt që është nashta me standardet më të mira të arkivës që mundet me pas një arkiv në botë, kudo në botë.
Që tash keni vete për arkivën këtu s'dia, po... E posh. Që këshin qitë zotë të në rujtë. E posh, pa i kjo objekti komplet i Harun. vjetë, Kom pa arkiva shumë të këshia. Do më thonë, Sa është rëndësishme arkiva, vëlla? shtylla e shtetit është. Do më thonë, çka jemi qëtash të bu me qëto shërbime që po i ofrojmë të reja, është për shembull, nëse shkojmë spitalit të Kosovës, SHSK kam duke quhet keq shëndetësia. Edhe i thonë po i skenojmë krejt dokumentet e dosjeve të pacientit që i keni prej që është hap spitali. Ai bjen që mi skenu gjithçka që ka në për ambulanta, në për spitale rajonale, në QKK, edhe gjithçka tjetër ku ka pas pacient. Në çast skenimin që e bojmë na me OCR, që quhet Optical Character Recognition, që skenohet çdo shkronjë dhe nuk bëhet veç fotografi skenimi, mundemi me nxjerr një analizë statistikë se çfarë smundje në cilat rajone, çfarë smundje në cilat familje. Nëse i shtim kësaj që kemi mundësinë edhe AI edhe machine learning keq kësaj, mundemi me dalë edhe me një parashikim për fushnjët e posalindëra nëse në çfarë smundje mundet me u prek gjatë jetës që e fushnje në asit. Do më thonë, pa e pas dijen se çka ki, nuk mundesh me planifiku të ardhmen. Do më thonë, me çfarë do teknologjie që është të dalë sot edhe shqyr që jemi të jetuar që të bëhet me shumë sene të reja që po vinë, nuk mundesh pa e pas skeletin mirë, do më thonë pa e pas qatë bazamente, qatë foundation të mirë që nalë me di që kemi deri sot. Nëse e dim, atëherë kemi mujtë me pas sukses. Do më thonë, po e shoh shumë sene të shëndetësisë, unë e kom pas një rast me stek me shku në Siemens Erlangen, është një vend ku është Siemensi afër Nürnbergut. Edhe jashtëzakonisht shumë jam inspiruar me qysh e trajtojnë që digital medicine. Ka lanë në fakultet që tash atje për digital medicine. Jemi të shkuar çat epok. Po ata që to sene që po flasim na i kanë e din çfarë smundje ku i kanë, na se dim. Alo i kanë ato probleme absurde me do rrish normalisht me do diçka. Po, i bashkësitje. Kështu që a ka pas interesim për shtetit? A di që ta spjegova aty, sigurisht edhe aty në krejt vju ka pëlqy kur ja kom spjegu. Po. Por që kur përbojnë linjat buxhetore edhe senet nuk e kanë shumë prioritet. Ndoshta edhe s'kan faj se kanë edhe çështje bazike, atë dikon s'ka ujë në përkatuna, siç apo dione, po e vërtet. Po nëse dojmë me shku përpara, që kjo është mënyra që duhet me shku përpara. E përmendë që e keni bërë objektin me standarde, pra aty është siguria, e lënë dokument 10 vjet edhe po qëra siguria fizike nuk po flasem. Por është me rëndësi dokumente mos me qenë në lagështi, do më thonë, dhe lagështus do të me punu gjithë. Është me rëndësi zjarri mos me u fut mrena. Shumë preventiva bun mos me pas zjarë mrena. Është me rëndësi me pas sistemin kundër zjarrit mrena që është ma i mire që mundesh me pas në treg. Është me rëndësi mos me pas dritë të diellit. Është me rëndësi, po, se drita e diellit e zverë dokumentin. Është me rëndësi mos me pas raftin që ndryshko është armik i dokumentit. Është me rëndësi mos me pas ka shumë rregulla. Shumë, një checklist shumë i madh është. Unë e kom pas fatin që këtu më ka nimu shumë një kompani që jem franchisee të ne, që është Reiswolf, që është pik kompanive lidere, mos tëmë si ki shqiptarët më e mira në botë, më e mira në Evropë. Po është kompani lider në Evropë që paguajmë licencë të ta, mundemi me qujt vetën në dokument si Reiswolf Kosovo, por që brendin ton e këshyrim me shty për para se jemi krenar me çka kemi ndërtu edhe qysh është ndërtu brendi dokument. Po na kanë ndihmu jashtëzakonisht në definim të proceseve, procedurave dhe preventiveve çka duhet me bëu dhe çka nuk duhet me bëu në një arkiv. Pra, me plot kuptimin e fjalës arkiva jonë është njëjtë sikur një arkiv në Gjermani, auditohemi për të në çdo vet. Edhe janë kohë të rrep në auditime, për shkak që edhe sensitiviteti, ndihmëria e punës, e natyrës punës është ashtu. E shkatrimi a bëhet që aty tani? Që aty është. Që keni në farë maqina? I kemi shumë maqina, edhe shkatrimi mundet më bo. Kohën e fundit kemi investu edhe me një shredder mobil, për shkak që e komendu që nëse ka institucionet të sigurisë të lartë, mbrenda vendit, që e kanë të lashëm me i pru dokumentat, ose rruga prej institucionet të në deri të na me dokumentat të pashkatrum, mundet me qenë për ta me rrezikshmëri nëse dojnë me. Po atë na me qitë kamionin që ka shërderin e integrum,
mundemi me shku të ta dhe me u bo on-site edhe qaj shredding i qatëne dokumenteve të tëne, që të investojmë kemi të fundit, për ndyshe kemi shredera industrial, që është deri në 1.8 ton letër në orë mundemi me shkatru. Aty nuk është shumë bukur me nejtë, se ka dhe pluhën edhe ase është disa fabrika industriale që besoj ki mujt me i pa, por që si regull është që për çdo shkatrem komisioni do të mu formu prej klientit edhe prej neve, që do të me nejt aty gjatë gjithë kohës të shkatrimit. Përveç asaj, i dorëzohen inqizimet, se ka kamera për këtë procesin që bëhet gjatë shkatrimit, i dorëzohen klientit inqizimet të gjithë procesit, i dorëzohet një certifikat të shkatrimit, çka bojmë në shtesë, që nuk është ligjore, që nuk kërkohet me ligj, po e bojmë shtesë, është të dhojmë edhe një certifikat të reciklimit, për shkak që letrën e shkatrume e falim të disa kompani, që me u siguru që këj proces është edhe qaj tiko i environmental friendly për këjqit information security shërbim që e bojmë. Shumë interesant edhe proces. Faleminderit. Koka përmëri kështu shkollën veti. Po, është industri në veti. Unë të pas ke bu këne me arthaus me shtyp letra, këne me qky letra. Po, atë qysh edhe që do unal, se procesi mundet edhe mos munal. Mundesh me bu një fabrik të letrës, mundesh me bu një fabrik të... Po që dhe shka me të pyt, ta që për marrë, bojnë letra, që ka bojnë, po, bojnë letër, toalet letër, unë e di që reciklojnë, edhe ma dhojnë certifikatën që qaj letër është reciklu. Tash me thonë drejt nuk shkoj me këshyrë sakt, po... Ama pas ka potencial me bu. Po, se dija ka potencial, unë e kom këshyrë, kom angazhu një kompani konsulencë që është Rekura, e njojmë, se edhe më ka thonë që nuk ka potencial në këtu me boqat. Kështu që edhe e komplion. Cikli dikon nalet. Edhe është gabim nëse këshyrë me mshel këtë ciklin e gjithë shkafit. Dikon du të më nalet. Që sa vjetë është kja? 2010. Okej. 15 vjetë. I pas ka po 15 vjetë. Nuk është më bebe, nuk është më start-up. Qysh, po mënej, në tregove ti paka shumë, po a jenë në gjajshme kompanit, a të vjen, por në qysh punësh me menagju 2 kompani? Apo që e vazhdimësia që përthu tani ta... Pa njerëz nuk bëhet. Okay. Unë jam shumë i vetëdijshëm që kapitali kryesor në krejt çka bëj çdo ditë është jo njerëzit. Kështu që kam fat që kam një ekip shumë të mirë, ekipe shumë të mira në krejt kompanitë ku jam pjesë të tyre. Mas në ekipe shkojnë të rrit, mas në sa edhe rritja i ka të lashët e veta. Mas ne filloj me një farë qeverisi korporative, po duke pas shumë kujdes mos me kriju shumë byrokraci, se byrokracia po krijon edhe kosto dhe vënies të madhe. Domethënë një farë balanci me marrë një farë humanocracy edhe byrokracie në mes të qëtën e dyjave. Për çka dhe jem të lexuar kohëve të fundit, qysh me e maj qatë balanci që me përdor qatë human brain sikur inteligencë e jo si vështë resort. Po dhe, qka është aja që këshyrë ti të dikosh pas që më bu pjesë e ekipe? Qka në që ato 3 sene që këshyrë? Nuk e këshyrë, për shumë, nëse është inxhinier, nuk më intereson ashtë ma i mirë. E këshyrë që atë kulturën edhe apo mundet më përshtat me neve. Në më të thash, të na ka njerëz që 15 vjetë, dhe ka njerëz që 6 muaj. Edhe ata do të me më përshtat njëni me tjetër, të e di çfarë kulture kemi në punë. Jo çdo staf i ka të njëjtat kushtet e na. Për shembull, janë disa njerëz që punojnë në arkive dhe ai do të më qenë prej 8 deri në 5 ose në 4 sa do që është orari fix. Edhe s'mundem me qenë fleksibel aty, për shkak se një klienti ton mund të më dash në dokument 8. Ose më thotë ai mu ju vëlla, mu ta më çupi gjumë se dia kom nejt shumë. Në anën tjetër, departamenti i shitjes nuk më intereson orari. Kupton, domethënë nuk është se cili departament njëjtë, nuk trajtohen njëjtë, edhe po kur po thon kultura, po thon kultura firmës, kompanisë punë. Po, sigurona që ja u shpjegoj që nuk është njëjtë, atë se të na e kena edhe një kulturë si popull të krahasimit, jo po këshira ajo, pse unë kështu. Sigurona që krejt e din punën e vet. Mundona me mojt ekipin sa më të vogël, edhe mos me rrit shumë rritja i tut na pak rritjes. Sa ardh vjen puna më rrit, sigurisht më duhet me pagu konsulencë shumë, për shkak që s'di më rrit. Jo mësu me funksionu me ekipe të vogla. Domethënë ekipi i vogël për neve është deri në 50 njerëz, është ekip i vogël.
mbi 50 njerëz, veç duhet me kriju struktura cilat mundën me të shkaktu disa hotelashe që s'ta ka marrë menja kur që kimi pas ato hotelashe. Kur e ki pas pikun kështu me punëtor mas shumë te? Qëtash? Qëtash? Po. So janë kej? 80 të diçka. 80 diçka punëtor. Apo ki kësi gjeneratave të reja nëjse na ju? Ka edhe shumë mirë. Apo po Super. Pëlqen. Super. Veç se cile ka qef me u konë pjesë e qasoj kompanije. Mu konë partë vet, me këshillu të edhe një 20 vjeqarë të dush me këshillu që apo ta mërmenja ty, apo kuptar. Edhe qajo kulturë është të na arë që tash në për firma. A jep të jep mundësi? Krejtve. Veç që shihet ku ka brëm, ku s'ka brëm. Apo, ha? E she. Qysh po do vëllat, kena brëm? Po, so, shumë bile. Apo dina me shudzu? Nuk e di. Une po menej që mirë jena tu funksionu na me këtë ekipet tona, po nuk e di për tjertë. A je kështë i rap me qitë për puna jo? Qka do të me bo dikush për me qitë për puna? Do shumë shansa, shumë, apëden. Por nëse veç silët keq, qaj etika e njerit më pak se më pengon jashtëzakonisht. Dhe nëse silët keq, nëse konë silët këqia me staf, me mu, me ase, qaj është të no. Heq. Tjera çfarë do gabime me po këti fali. Po qaj e sjellja e keqe në mes kolegëve, ase është një farë arrogancë që ka njerë do buën nervoz me gjithë kanë, edhe bje nervozën atë mrena, apëten. E përmene blinë që je të punu ndovar industri cilat janë, adhen kështë me thonë, s'po du me thonë old school, po adhen old habits që janë me letër, ma tradicionale. Ma tradicionale. A çka është e ardhmja për këto? Shumë ka. Për shumë në Dokman, nëse flasim që në Kosovë ka me pas biznes me letër edhe 10 vjetë, atër i bjen që edhe në minimum 20 vjetë, aty ka biznes në rritje. Kështu që e ardhmja është të sigurt në qëtë aspekt. Gjithsesi, pjesa e skenimeve është e bot vetën që tash, prej pandemisë kënejse, është rritë kërkesat kryesore, që tash i kemi skenim shkatrem. Hajde skenami mas në i shkatrame, apëden. Në anën tjetër, kjo mundet edhe e kemi në plan për të ardhmen me u bu edhe si data center, që me qenë edhe si electronic archive, për me mu konë si electronic storage, për klientat tonë, ose tri, ose për klienta jashtë. Këtu kemi disa barjera si shtet, për shkak që aty du me pas qase që shetonë shqip redundancy në gjithë shka. Të na redundanca në rrym nuk është që kemi. Ekipës shrijet sa te. Sado që është u liberalizu tregu, prap një kabel të vjen në objekt. Edhe tash pikojt e blentin në përmjet që ti kabel e kime pru. Tash, nëse ka ndales të rrymës, ti dush me pas furnizuesin tjetër të rrymës që kime pas redundancë të rrymës që mos më të nërë rryma kër. Edhe agregati, generatori në këtë rast nuk numërohet si redundancy. Solaret nuk është që numërohen si redundancy se di sa mundën me majt ato shumë gjatë rrymën pa pas kjo tjetra, nuk është si primare, dhe më thonë. Janë disa barjera që na i kemi së shtetë që po shpresoj shpejt kanë me unë të i kalu, që mas në na vish mundëm me full për data center për një me. Qaj është plani për të ardhmen, duke e vazhdu edhe të e rritë që të ase. Momentalisht mas që po flasëm, jemi të lyp hapsin matë më dhe se s'po në nëzërë më ku jemi. Këtë qmimi rrymës që u shtajtu, atë ka ndiku të në biznes a jo? Jo shumë. Jo. Se mësafet e fundit që i pata se mos produsë ndorë. Po produsë të ka dëmtu shumë, dhe ajo është keq që ka ndohë të na. Nuk po thomone, të na mas pole rryma ma e lira, por që tash flasë edhe për qëtë biznesin e fundit që këmë qelë. Ti biznesin kër e hap me kushtet që i ka që a i shtetë. Dhe më thonë, qëfar ligje ka, qëfar ligjet atimore, qëfar norma doganore, sa kushton rryma, sa është paga minimale, gjithçka që të jënë sene që i merë parasysh një prej seneve, kur e hap një biznes, çfarë do qofta e produs apo shërbys. Nëse që të ndrojmë brenda ditës, atër ti ki problem, na kemi problem si shtet. Nëse ndryshon paga minimale ose rritët rryma, do të me marrë sot një vendim që me him fuqi mas 2 vjetëve. Jo, sot me marrë për me him fuqi mas 1 muaj, se i dëmton krejt kompanit që e kanë qelë biznesin,
tu i marr parasysh çato kushte. Tash që ty është problemi pak që është anë të që kjo vendimarja që e bën shteti jonë, apo edhe nana ashtu edhe na jena pjesë që asoj kulture, atë se shteti është çfarë jena na. Çfarë do vendimi që duhet me marr sot, edhe s'ta sfidon kërkosh, ti ki ko 2 vjet me u përgatit. Marr sot vendimin e poshtë paga minimale ish rrit, ose po doj ke rrit ose diçka, dhe me njerë mas 1 muaj ose mas 2 hin fuqi. Dhe dikush i ka 200 punëtor veç kontratat e reja më përpilu me shumë kohë. Vërtet. Se lemo me ndryshu kostet e sanet. Po që ndodhe dhe herën e kalume, kër e ndrun me disgushtit, me 15 gushtet morën vendimin, e këthin retroaktiv për 1 gushtit, ato pagat ishin ndalë, a vëden komplikat. Përbes nuk është mirë që e mend që ndodhë. Nuk po flas veç për se s'po du me politizu, se si jemi na pjesë të politikave, nuk po flas veç për nuk po flas veç për çit qeveri, krejt e kanë bëjë këto. Krejt e kanë bëjë. Për muj tjetër, për ase. Është shumë gabim, se nëse dojmë u zhvillu mirë me qenë atraktiv për investimet huja, atër të smunësh me bëjë si vendimet i merë, por që implementimi fillon të kur, mas 2 vjetë, mas 1 vjetë, e lënë afat që njerëzit me u bogate. E vërtet. Me jashtë tani të punu në isana jo? Kemi punu, momentalisht jo. Kemi punu ma herët me Art House, ne kemi pas një departament të BPO-s, momentalisht jo. Nuk punu, vesh me mrena jemi, momentalisht. Me mrena. Inteligencë artificiale, në qëto 2 biznese, a ka ndikim në isenat? Jashtë zakonisht shumë, është bu pjesë e jona, tash që e kemi, na u ka bo një farë vegle për me na ndimu me punu ma shpejt edhe ma mirë. Dhe më thonë, me Denisin, kolegën tem që te nje, në deri në 3 natës se kemi bu një projekt që na ka ndimu shumë AI, po që së në këshim bo për 10 dit, nëse se këshim pas AI. Aden. Edhe po flasë për shumë vegla të AI që jemi të përdur, veçanërisht AI, për me automatizu të procese, me na këshëllu për dosene me nase. Kështu që na ka rritë produktivitetin shumë. Interesant, po ne, keq këndër lidhja që shubo, dëkmoni u prek në Covid-a jo? As pak. Po në pas Covid-it e hapëm në Paketos. Paketosën e kemi kompaninë ma tre që e kemi hapë, është hapë në vitin 2022, tu e planifiku në këtë qëto krizat e mëdhaja, e kom planifiku edhe Paketosën, për që kam ka ndimu edhe buri motrës hem Karabi, i cili është edhe zhvillus programer me profesion. E më ka ndimu me zhvillu platformën, po ka ty ka pas shumë punë. Platformën me zhvillu edhe gjithë shka tjetër. Për ata që se din, apo ka zënë çka është Paketos? Po, Paketos është me thjeshtësuni sot një kompani e transportit që bën transport nga Amerika për Kosovë. Kësaj i kemi shtu shumë vegla që me përdor njerëzit këtë kompani transportit që me ble në krejt platformat online të Amerikës, qoftë Amazon, Best Buy, Target, Walmart, edhe në krejt që ka në Amerikë që është shqitje online, po, që shqitet online, me pru në Kosovë brenda një afate shumë të shkurtë. Qysh funksionon? Nëse regjistrohesh të na bosh klienti joni, e merr një adresë të depos tonë në Amerikë, se i kemi hap një depo atje. Me qatë adresë, blen vetë në platformat online. Do më thonë, regjistrohesh në Amazon me emrin tënë, Valion Sanhasi. Edhe paketat shkon aty? Po, Valion Sanhasi, me krejt detalet e tua, kartele me bankës tonde, adresën ja jep adresën tonë dhe vjen të na adresa dhe e bim të tërë shpejt. Përveç asaj, kjo prapë po thëmë, po kthejnë ata jo, kompania është hap edhe është ndërtu në bazë të ligjeve në fuqi që i kemi në sot. Do më thonë, vjen malli në Kosovë, na importojmë mallin, na e bojmë gati për procedura doganore. Kjo na ka dash me u bu dhe kompanisë shpedicion, kjo na ka dash me u bu dhe me u certifiku si post të shpejt, kurier post për shkak të ka qenë si kërkes. Shumë përgatitje u bënën për me mujt na me marr mallin që me qenë sa më atraktive për blersin, këtë rast për ty,
që ti mos me u marrë me asnjë procedurë përveç blerjes. Domethënë, në momente që vjen na e bim shpe ose vjen e merr zyrët e na dhe ti tregojmë këtë kostot që kanë qenë kostot doganore apo taksa të shtetit përveç të transportit. Kosto e jona që na paguan klienti neve është vetëm transporti që e sillen prej Amerikës në Kosovë, edhe çmimet i kemi jashtëzakonisht të lira, në fakt më të lirat se krejt posta tjera që punojnë, për shkak që jemi të folë për çmime të vogla, 1 kg, 2 kg, 5 kg, qoftë edhe të mëdha, por që shumica e postave ndërkombëtare i kanë disa kosto minimale, që është paktën 50 euro minimumi për çdo dërgesë që bjen ose të tilla, kështu që na i kemi bë shumë punë brenda ligjet që më jabu klientet atraktive. Çysh erdhi ideja për paketës? Po tash bota vetë zhvillohet në mënyrën e vet. Edhe në pandemi e pam që ka shumë nevojë për blerje online, edhe na e ka ndryshuar mendjen edhe shprehinë e blerjes krejt Kosovës, edhe krejt botës, po neve më shumë se kem shumë mrapa qësaj shprehisë të blerjes online edhe punës online. Kështu që aty e pash që te na nuk ka mjaftueshëm produkte. Edhe na e kemi problem me ble në Amerikë. Edhe unë pak jam më shumë shpirtërisht i lidhur me Amerikë dhe Anglisë sa me këtë pjesë tjera të botës, për shkak që edhe i përcjellin në këtë punën teme edhe kompani që e kanë punën sikurone që janë atje i përcjellin shumë dhe inspirojnë shumë. Edhe e pash që këtu te na duhet me bëu diçka që me e zhblloku mënyrën që me ble. Sidomos për numrin e asortimenteve. Nuk po flas shumë për ato sene çka ka këto, po flas për çka s'ka. Jemi të fol për një market mbi 1 miliard produkte. Por sto do të thonë, se kur erdhe këtu, ti pyete so një klient kështu i rregullt i paketosit. Faleminderit Valan. Si e pjesë e paketës. Edhe blini pyeti çka kanë orë të dritat për paketosit, thash e këshyra kështu, thash që të tavolina i kum le në Gjirofa Mall, thash që të jënë të gjenë të telegrafit, kej tjerat me kamera, me mbajtësa, me drita, me montazha jo atje që është ergyni të e bu, kërejtjen ble në paketos, në Amazon, B&H dhe të po një sen që po thuti që u zhvillu, ka ndodh edhe një produkti një klientit tem, bankës private për biznes, kartela Solo, me cilën ti mundesh me blenë çdo platformat e huaja që po thuti me këste. Tash para mëno aty me 36 këste, kur e ku marr. No, gjithmonë që ton tetor nëntor, se ta kallzova so paketa në rrugës, ajo pe kryen se po me 12 këste, edhe ta rushim hi kështu, edhe ton jena zgjidh, që thojnë. Faleminderit Valon shumë që je pjesë e paketës prej fillimit. Po. Shpresoj që ki pas eksperiencë mirë me gjithçka që bëj. Unë s'kam mujtë të bëj podcastin, domthon çfarë ideja, si çto kamera që i na ble, janë të na shumë ashtaj. Tash kur ti pe blen me dollar, se dollari kursi i këmbimit dollar-euro sot është shumë. Kursi dollarit është 14-15%. Nëse ki euro sot është mirë. Po. Nëse ki dollar s'është mirë. Domethënë. Po desh, apo kupton, për shembull, te idin këto politikat e mëdha, bizneset e mëdha janë $999, €999 në tregt Evropës, një çmim që mos janë ndryshuar me marketing, janë ndërveç dollarin tash. Po $999 janë €850, €60 sot. Apo vjen shumë e kurs. 0.86 diçka ke. Një dollar është 0.86 ose 7 cent sot, që i bjen shumë më lirë. Më është nëse ki euro dhe blen në dollar. E tash çajo po ta hek që të kostën e transportit që po kemi shumë lehtësira, na jetojmë në një vend shumë të mirë në çdo aspekt. Domethënë, çtash e pash se ka filluar edhe kjo Black Friday, edhe është një prej çasoj seneve interesant që ai bujmë në paketos është që shumë në Amerikë ka shumë zbritje, shumë sezona, ka Prime Days, ka Black Friday, ka shumë Christmas. Ka shumë ditët të lirimeve të jashtëzakonshme. Domethënë, nëse jemi të folë për Black Friday, pa dash me ofendu kërkon në tregun lokal, po për një me ka në Amazon edhe në platforma tjera ka Black Friday për një me, ka 70% lirë. Po. E këshyra një laptop 1500 HP Elite diçka, $1,500, $500 për Black Friday. Domethënë, s'po du me hi me reklamu edhe Po plus na i kena edhe çdo përparësi që s'ki dogon. Që ato kesh dogon. Për laptop
të vëshaja është 8%, dogan nuk ka. Do më thonë, pesha është e lehtë. Gjithçka është e mirë në këtë aspekt. Edhe vjen shumë lirë edhe ti merr sigurisht 30-40% më lirë se gjithkund tjetër që kishe mujt me. Po plus ka mundësia që e keni bojë jo si biznes me regjistru, me marrë si allakate, kam si biznes. Ajo tani apet për si fakturë, shpenzim edhe peshtenësia. Po jo ligjore është këto. Po gjithçka është ndërtuar në bazë. Po e posh po ndalin Facebook do kësi jo ligjore që i bin çdo tim. Po shoh edhe në shëm. Po ideja atë kur po vesen ku dallimi, atë unë i thash mos pori blinë kam shokun e blitë shoku jam, mos pori se gjakovor që jam, por çatu i quajmë. E dyta është që ka sene, para më në që unë do, ka sene që unë po i gjej atje pi blej, pi bi ma lirë, ma shpejt po më vijin prej aty se me shku këtu me blej dika në rajon ose në Evropë ose edhe në bizneset të na. E që po thu të ski limit që ka dush mund është me gjithë, unë ja kom njës me përësit, supliment, adin dohën më ka bu shprehi, me hi, hajtë qymë që ka që të blej. A ka limit madhësi sene që mund është me përla? Jo, s'ka, nuk ka. Nuk ka, në sene që jashtë, kam ble televizor, kam ble karik të dentistave, po flasë për produkte të mdhaja që kemi sjell, i kemi sjell pa problem. Ka limit në disa produkte që quhen hazard, hazmat, që konsiderohen disa bateri, është një listë hazmat produkteve, na nuk sjellim sot alkohol, duhan, do më thonë industrinë e duhanit dhe të alkoolit nuk punojmë dhe i thojmë klientave që çdo dyat nuk bën me i pru me neve. Të tjera që ka do që është ligjore e sjellim. Po është shumë e rëndësishme për neve me rrit edhe me i rrit numrin e dërgesave që i bim në Kosovë. Në fillim në 2022 kemi fillu me 1 edhe me nëzë u moshke, ne dërges në mujt. Mas ne investum shumë se është investim i madh. Me i bu 2 dërgesa dhe jo domosdoshmërisht kanë me të mush me mall ato dërgesa. Ka qenë komplet investim i joni. Mas ne u bën 3, mas ne tash jemi në 4. Prej këtij muaji kemi fillu edhe jemi të testu çush po shkan me 8. Domethënë 2 herë në javë me sill një dërgesë prej Amerikës, ajo në rastin e mirë mundet me tarë për 3 ditë nëse prej Amerikës, në rastin e keq për 5. Domethënë jemi të testu, hala nuk e lëshu 100%, po nëse arrim që ta atëre kemi një sukses të jashtëzakonshëm si vjetë, që krejt pare qa është që nëse ka pas profitabilitet në kompani, po reinvestojmë prapë në kompani. A blejnë për Black Friday shumë, mi pru me paketos? Blejnë për Black Friday, kam blejnë shumë për Halloween, kam blejnë shumë për gjdo fest blejnë. Blejnë edhe njerëzit kanë kriju edhe shprehit të blerjes ndryshe me neve. Edhe jam shumë krenar që kemi mundësuar. Çka të blerë diçka që s'ta ka marrë menja që important dikush? A dhe qysh, 2 industrit kryesore në IT edhe kozmetika. A dhe kozmetik dhe po, të kryesoret, nishë dyshe në shto, s'pedit se la nështë të la dërshë, se i kam numrat po mos më hajte i pa pregatit, se të këto biznese ku mi majtë me angedo. Që to 2 industrien më të forta, po mas një ka gjithë shka, ka pjesë të kereve, ka pjesë të motorave, ka asë një... Sa është dërgjesa ma e lirë që vjen? Jem të mbledh shumë informata me industri, dhe më thonë, nëse është kozmetika, IT, ose spare parts, ose ase, jem të mbledh edhe kur për parësitën cilat sezone, dhe më thonë, njëna të e bu një database madhe për diçka të ardhme që po presim e bu që është pak ma e madhe, që pak edhe po jena të ju shtrengu pak ma mirë, po që s'mundet me ndodhë shpejt, po jemi të mbledh shumë informata se qysh Kosova dhe Kosovartë e kanë shprehin e blerjes, kur blejnë, qysh ase. Dhe kjo biznes e pat sfidat e veta shumë të lezetshme në fillim, se na e krijum një ekip edhe ekipi punon pitit dhe 4, por shumica shprehive të blerjeve janë ndodhen vikend, janë ndodhen mas orarit punës në 10 natës, 11 natës, kejt lypin support qatë herë. Mase u dash me undru edhe customer service me punu edhe natën, edhe ditën, edhe ase. Të punu në të Amerikës. Plus asoj, plus mas njëna pesha, në Amerikë matët me pound, këtu është me kilogram, mas një i bënëm edhe çmimoret me pound, nëse ti përblen me pound, edhe me pound do të me ditë sa është çmimi me pound. E shumë sene mësum rrugës, si çdo biznes, edhe na i mësum shumë. Sa i boni paketosi? Në 2022, 3 vjet. 3 vjet. S'po përgjigje, sa çmimi më i lirë i pakës? Na kemi
çmimore në bazë të peshës. Po. Edhe minimumi është 9.95, që është 1 pound, që është përafërsisht gjys kilogrami. Po. Që rreth 30-40% e dërgesave hinë qitë kategori. Po. Mas nej, në çfarëdo peshe në rang më të lartë, çmimi për njësi është shumë më i lirë. Domethënë është një rang i çmimorës, është një rang i çmimorës. Nëse është 5 kg, çmimi për kilogram është më i lirë se sa nëse është vetëm 1 kg. Blen paketosi e përmenëm për shtem, po supozoj që i keni punë mirë se ambasada amerikane e qitin Facebook, tha produktet amerikane po vinë në Kosovë. Ju jeni shkaktar apo? Na kanë nderuar shumë ambasada e Amerikës, edhe na nderon shumë jashtëzakonisht në baza të rregullta, për shkak që na shohin si një importues të madh të produkteve amerikane në Kosovë. Na punojmë shumë, thashë edhe më herët, unë kam çatje trunin, edhe çatje mendjen, edhe çata i përcjellë amerikanët edhe anglezët në kuptimin e inovacionit të botës. Edhe mendoj që na s'kena tjetër rrugë ka me shku edhe ka me këshyrë përveç Amerikës dhe Anglisë. Është shumë e rëndësishme për relacionin ton shtetënor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që me pas edhe bilans tregtar të mirë. Edhe mos të banalizoj, nuk mjafton që ai flamuri i Amerikës Ballkanë me thonë na e duhet shumë Amerikën, po edhe do të me fillu me blej Amerikës sene. Na vendimi presidentës ton me hik taksën tash po vjet aty. Na jemi një vegël e vogël sot që mundet me ndreqë dhe me pas një impakt vogël në bilancin tregtar. Bilancin tregtar mundet me rregullu blerja të armatimit edhe këto që kanë kostën shumë të lartë, domethënë 3 helikoptera me ble zgjidh. Emrin paketos. E tash domethënë do të më funksionojë krejt për mendimin tim, ose është dëshira jame, edhe është çaje që unë besoj edhe familja ime besoj edhe te që na do të me pas bilans tregtar të mirë me Amerikën e ju me Kinën ose Serbinë ose pa dash me hi prap me ungarku politikisht. Po kuptoj. Mirë Po ja kena pak bërç, kështu që po edhe për mendimin tim i kanë senet më të mirat. Po, domethënë tash mos e bësh shumë për bërgjë bën një herë, po për që të konvenon ty e bën çdo ditë. Tash nëse na po punojmë në çat drejtim, sigurisht edhe aty ne po ju vjen mirë që jemi të punojmë në çat drejtim. Nuk kemi pas kur nevojë për ta për najsen, pra po thon biznesi është hop, është zhvilluar në bazë të legjislacionit në fuqina, nuk e kemi asnjë problem me shtetin tonë, asnjë. Dogana funksionon super, sillen shumë mirë me neve, ekipet tona janë të funksionu fantazi. Domethënë çka po e shohim ambasadën është që po i vjen mirë që po e bëjmë qëto. Edhe që ajo postimi i tyre në Facebook i dytë që është edhe një më herët e kanë qitë, ka qenë një farë moment gëzimi, po mendoj për ta që jemi të fillu edhe na me i pru senet e Amerikës këto. Kështu që i falenderoj shumë, na kanë nderuar shumë. Gjithashtu edhe presidenti na ka nderuar, na e patëm një event që tash që edhe ke qenë edhe te. Presidenti Osmani ke aty edhe na nderoi shumë me pjesëmarrjen e vet, patë edhe një fjalim të jashtëzakonshëm në fjalim. E përshëndes presidentin shumë edhe stafin e presidentës për çast çastin që më qenë afër bizneseve dhe afër neve në këtë rast. A ki pa besot mirë, që të kthejmë përgjigje në WhatsApp, i shkruaj. Për beso, për çdo mira me për çdo lavdat. Ekipi vogël po tepër efektiv. Prapë se këtu në Kosovë u pezmatu pak shoshnia edhe si të fol mirë për dikon ti ani ose ti kne, heç po më intereson. Po na moti bre, si çka gora për Prishtinë që është atë. Po, heç po më intereson ajo. Atë tha me kënjë, tash ojë jemi në Prishtinë. Bashkës po më intereson. Jon të bëni punë të jashtëzakonshme. Tash ta tregoj edhe një eksperiencë tjetër që kam me këtë ekip të presidentës. Por ideja që ka qenë edhe me hek taksën prej për produkte që janë made in USA që importohen në Kosovë. Ide briljante, e kemi bu me si pjesë e udhës amerikane, tash flas edhe për angazhimin tim aty. Çfarë vina? Ishte kryena e kemi bu si kërkesë shumë të kahershme. Domethënë drejtori i udhës e ka bënë një kërkesë të kahmotshme. Nuk e di pse s'është realizuar, sidoqë të jetë mirë që u bë. Çfarë kërkesë? Për me hek taksën që atër kur keni një moment shumë i mirë për me hek taksën, kur Trumpi filloi me fol për tarifa, që atër ke momenti më i mirë me e bo, si të që të jetë, nuk u bo që atër shumë mirë që u bo ma vonë. Kjo ndihmon shumë në Made in USA produktet, edhe janë shumë produkte që po vinë edhe nuk po tarifohen me taksë doganore të Kosovës përmes paketosit.
Kjo që edhe neve na kanë ndihmu shumë, dhe ka qenë win-win për krejt. Edhe na morëm po jena shumë mira testit i unë mik, o besaj që kemi mlajë në gëllin kërë të njëllë. Kështu që ajo ke një vizit për me mirë prej anës tonë, për kak që 10% tarifa nuk është diçka që ku me di qa kemi bua dhe ku me di qëfar humbi kemi me pas tash e tutje. Por që është një lëvizje shumë e mirë drejt një farë free trade agreement, apo qëfar do qoftë platforme që e ka SBA-ja që mundet me na mundësu që na mos me pas taksa atje, ata mos me pas taksa këto. Momentalisht nuk ka ndonjë platformë as në rajon, as të na, por që na duhet me punu shumë që me mri qate. Me mri. Si Kosova është një vend fenomenal për me bo biznes, për shkak që kemi marrëveshje për tregtit lirë me Anglinë, domethënë zero taksa edhe me shit edhe me ble. Me Turqinë, me EU-n. Nëse e mrim edhe me Amerikën, atëherë për çfarë do biznesi, qoftë prodhues, qoftë shërbys, në çfarë do industrie që është aziatik ose çfarë do tereni tjetër mundet me arë me hapë Kosovë në fabrikë ose për shqytëzum. Për me shqytëzu, se na mundemi me qenë një trampolin shumë e madhe, se Kosova si treg nuk është shumë atraktiv. Jemi ma pak se 2 milion njerëz, po mundemi me qenë një trampolin shumë e madhe për qëto tregjet që i përmenda. Më thonë, nëse ti ki marrëveshje për tregtit lirë me Turqinë, Evropën, Britaninë, nëse bëhet edhe me SBA-n, atëherë jemi vendi më interesant në botë për me hapë kompani këto. Atje paketosin Amerikën cënë vend është? Miami. Ku pi qushin qësh? Për 3 ditë pi Miami. Po besoj që jemi të shku tu përmisum hala. Në fillim nuk ka qenë që ka shpejt. Në janar ka me qenë ma shpejt se që është sëd. Jemi të shku tu përmisu. Të më thonë krejt që ka po fituot atë jemi të reinvestu. Unë që 48 orë të fundit u mira me back and forth me emaila me një vend ku blej gjithë, po dërgesën e fundit kanë fut taks $38 din. Edhe tash ChatGPT e pështema, din thash që tash kitë fakturat e që i ku marri, ku pru me paketos tash, po këta dërgesën e fundit ma kanë jep tash adem mos menoj këta shikues që na të vupën ai port më $38, po të mia ti më vapse më marr. E kum vrej që i keni hek taksat edhe pe Amazonit, don ti nuk taksohesh në Amerikë. Jo, nuk ka double taxation. Po, me Amazon e kemi mri, domethënë në momentin që vendos adresën që e merr prej neve, që është adresa e jonë në Miami, ti nuk pagun taksa në Amerikë. Domethënë pagun taksa vetëm Kosovë, se kishte më qenë. Pra po them, jemi të mundu çdo ditë me bëu sa më atraktive për blersat, se nëse pagun taksa atje taks të shpedicioni shumë i madh të gjithçka kosto e kargos edhe gjithçka që ti kemi me njanu, atëherë veç s'kishte më qenë shumë atraktive. Domethënë me Amazon e kemi hek taksat, po tash po duhet me secilën platformë veç me diskutu për me u hek taksat edhe me vërtetuar. BNI që ka të hekt. Po. BNI që ka të hek ku bli, po ne çdo dy vjen. Po shumica e kanë, po për shembull Apple nuk e ka ose diçka kushdo që po domethënë nuk pi hekët. Edhe jemi të funksionu, por nuk e kemi shumë të rëndësishme në krejt platformat, për shkak që nuk mund është kur me emri në krejt platformat me kry. Në kryesoret e kemi. Kështu që pra po them, ka shumë vend për përmirësim, është të punu double taxation e kemi hek. Gjithçka është të shku mirë, kemi kriju brand mirë edhe në zyret doganore të Kosovës, edhe në zyret doganore të Amerikës për shkak të procedurave, të verifikimeve, të mallrave që i bojmë atje edhe këto. Unë jam pak tuc në bomën e biznes, ose që dukna që marr risque të ndryshme, po sigurona që nuk mundemi me pas ndaj dërgesë që mundet me qenë jo legale ose diçka. Se është një risk i madh nëse na vjen diçka nëpërmjet neve në Kosovë. Edhe për çato kemi procedura të verifikimit të mallrave atje edhe këto, që mos me qenë paktën jemi të mundu maksimalisht mos me mujt me pas asnjë rast ilegalitetit ose informalitetit që mund me qenë. Ide sa konsumatorë kanë shfrytzuar paketosin sot hyrje? Sot i kemi të regjistruar rreth 20.000. 20.000, okay. Po. Edhe e kam një plan të rritjes relativisht përqindja e rritjes është shumë. Unë e kam hack kështu komplet sistemin. Domthonë se
se a vjen për shembull E di se ti sa të folim, hey, ndreshë që to, e kini bak që to, e kini bak. Kështu që ideja është se a vjen për shkak se i një edhe stafin tonë gjithmonë i thiri, them hey kur është data për afërt që me organizu. po. Edhe tash a di doon që nisem me thon, doon ti po blen pa taksa. Dollari po ti pshton që do 10%, vërtet. Plus Amazon.com është shumë më i lirë se Amazon.de, ja. Po, në thelb. Që tash Po. a do të thonë thon Amazonin e para, edhe benegje si ki taksat. E dyta, un po blej refurbished se e din politikat amerikane që ka drejt me kthymë në 30 viteve, ajo po është shumë 99% rasteve u konë kështu open boxes se pothuajse e ri. Pe ki që do dollarit, taksën s'peki, taksat e na është 8% për pajisje, 8% të vëshoja ka pajisje për të konë, plus kartelja solo me këstë me pagu, unë jem ka hi 3 dukuj, Facebook Marketplace, me hi qështu me ble, se e kom shprehi në të edin, në kam i shprehi pi atëherësht me hi me ble që si sen, e kom një shok, shkom i uraimi, prom të dhe në dë, avden, këshure se i kërë shku që të zbritje, limited deal, mere që po prejtë, isha, po s'po më vynë në shkum, po mere dhe këse tani që e shfrytëzojnë kështu, e tani e hina bleva pet. E kështu që, adhen, kër e kom pa që ta qova print screen, dhe është, blen 18 paketa, i thash, rezervo për avjetën më bërë se ta kryva në kullet. Është një farë shprehje çuditshme pak. Njerëzit pritojnë me hi. Ja, me s'pedijën e. Po, ti për thjesht është. Ama jo veç aty të ti. Po, gjithkohon, të na. Unë për taksi pyes. Po. A ki aplikacion takse? E kena qëto. Edhe të na shumë njerëzi vinë të na dhe ka qenë një farë me kontabilista që i kena shumë mirë i kena kontabilista, u dash me zgjidh një çështje se disa njerëz thonë, hey, unë po pritaja që pare sa kushton blem atë. Tash e kena bërë dhe një shërbim që na e blejmë një sen për ty dhe ta bijmë ty, me një kost të 2-3%, veç sa mës me u bu falë, por që ajo po do të më konë ma pak se 300 euro nëse i merë cash ose nëse asë, e tash i kemi disa sene, po e krymë këtë shërbim edhe për tje, se ka shumë që se njerë. Me shku ma qëllë email në internet kafe. Shka qëllë një email. Qëllë një email. Blame, what's next? Qëto që jam të punu në shto industri, jemi të zhvillu halo ma shumë edhe po pres shumë ma shumë rezultate prej vetës edhe prej kompanive në industrit ku jemi. Sa mira tha për vetës. Po se i knaqen ku kimri. Jo, për nuk është keq, po e di që më në ma shumë, atë në stop shë dhe lexoj dhe e di që ka jenë të bo tjertë dhe do të me mëri që aty, tamam po mërin që aty ata tjertë po hecin edhe pak, po flasë për që ata që i përcjellim na që në Amerike dhe në Angli, edhe po menej që është të shnosh, aja është me këshyrë me bo sa më mirë në punë që e të bo. Në paketës kemi me fillu edhe me disa domestic services edhe për brenda vendit, kemi fillu edhe me disa shërbime tjera, po kjo është 2-3 vjetë. Veç jemi të bogati, do më thonë jemi të bogati mirë, sholla së në ndërnaj ligjë në diçka mërna që në 2 vjetëve, por që ne kemi më zhvillu që e di e kom roadmapin e sigurt, në anën tjetër këto 2 kompani tjera, Arthouse dhe Dokmani, kom kogja well established në shërbimet dhe portfolion që e kemi, në qatë portfolio jemi të rritë me klienta i jashtëzakonisht shumë, që po presi po na pren një punë shumë e madhe. Blen që shpëmrin me organizu kohën, life balance, me qëto 3 biznise, 3 angazhime, me krizat veta, me sukseset veta. Shumë podcast që pëndëgjej edhe që pëllezoj, there is no such thing as balance, nuk ka. Në më thonë, tash ma jenë ka kuptu familja, gruja më kupton shumë, më vlerëson në çato që e bëj, se nëse kishte me qenë ndryshë nuk kisha mujt me funksion. E përmene që Rineta tu ka bashkan gjitë, apo? Po Rineta bashkan gjitë në ekip. Që është me përmene bashkëshorte? Mirë është nëse e ka rolin e caktuar se që ka me punu ajo, që mos me qenë dytë që punon gjithçka që atë vjen, nëse secili kemi ka një rol në kompani, shkon puna më mirë. Kështu që nuk tërë ta shumë mirë të këshirën ta shumë. Jo, Rinetën edhe kom pas kolege edhe këshike, është punëtore se familjen e ka. Jena familiarizu tash na këtë. Kështu që ndihmon shumë në aspekte tjera përveç punës, domethënë. Nuk është lehtë me pas burrin
sikur unë që bëj ose që ka bën një ndërmars tjetër, ose ase është ka krizat e veta, ka vështërsitë e veta, nuk ka balancë, nuk ka. Domethënë dikush duhet me i ndihmu tjetrit. Në këtë rast familja më ka ndihmu shumë. Blen, këta që po na dëgjojnë s'kan më besu që po ta bëj që të pyetje, po ti pavarësisht këtë këtu në aktivitet ti gjen kohë edhe më marr me komunitet. Je angazhuar edhe në Odë Amerikane, edhe në aktivitete tjera që bën si komunitet, shpëgjen kohën valla. Jam nderu para 2 vjetë që jam bo presidenti burdit në Odën Amerikane të Kosovës. Aty kam fitu një eksperiencë të jashtëzakonshme që nuk e kam ditë edhe se kam pas më herët, me shumë njerëz që si kam njoft më herët, me shumë industri që nuk e kam ditë kush i punon ato industri në Kosovë. Jemi të folë aty ka antarë mbi 300 antarë dhe kompanitë antarë në Odë Amerikane janë kompanitë më të mira në Kosovë. Kam pas fatin edhe rastin me i taku dhe me i njoft personalisht gjitha ata antarë dhe drejtorat ose pronarët atë në kompanive, njerëz të jashtëzakonshëm, ta ulin vetbesimin në nivelin më të ultim për shkak se ti kur e shet çka po bën ai tjetër do kërkas kokna, hajde të punoj halo më shumë. Kështu që kam pas shumë fat. Del pi aty të babosh, se çfarë kam bërë trim kompani. Kam pas shumë fat që kam qenë. Aty kam qenë edhe 2 muaj i angazhuar se për shkak që në janar më s'ka dhënë mandate. Kam pas fat me punu me një ekip ku të në menaxhon Ariani, cili është hard worker nashta më i madh në Kosovë, për cilin e vlerësoj shumë për punën që e bën, edhe qyshe drejtën Odën. Me thonë të drejtën, të spjegova disa gjëra personale që i kom pas këtë vet, prej verës nuk kom pas shumë mundësi me u marrë me Odë Amerikane, për shkak që edhe kom kërku mirë kuptim prej Arianit edhe bordit, edhe më ka zavencu në një periudhë zavens presidenti Besarbi, që në respektoj shumë, për shkak që më ka ndodhur shumë sene edhe në familje edhe në biznes, edhe mu dashke me u koncentru më shumë të familja, babën e kom pas pa qef, shoqër është më mirë tash. Faleminderes, edhe mu dash me qit disa prioritete dhe më kuptun shoqër. Pavarësisht prej asaj, mbeta bësh me cek një detyrë. Për shkak që une vi prej një komunitetit IT, ku vjen edhe ti. Edhe na e kemi një grup të njerëzve që ti nje. S'ka rëndësia rënë çdo ditë, ai ki shok të ngushtë, ai ki shok më pak, dikon më shumë, po ti e nje komunitetin. Këtu kom njoftu njerëz të komuniteteve tjera. Shumë të mirë valon, krejt. Prodhuesve. Po, fantastik. Përveç asaj, po unë e kom ditë se çka muj me pru në Odë Amerikane. Jam mundu që me pas një harmoni në bord, që besoj e kom mëri, edhe jam mundu që në qëtë aspektin që unë e di, që është digital IT, me mujt me dhonë sa ma shumë për vendin. Edhe në momente që jam përzgjedh, qatë mujë ose tjetërën e kemi kriju një grup task force që e quajmë, që kemi qenë Odë Amerikane, Ambasada Amerikës në Prishtinë, zyrja presidentës. E kemi lënë emrin sovranitetit digital, edhe kemi kry punë të jashtëzakonshme. Odë Amerikane ka kry punë të jashtëzakonshme, presidenti na ka mbështet dyqysh unselfish, me njëherë, po, gjithçka ka qenë po. Edhe Ambasada Amerikës e ka pas rolin e vet tepër të mirë. Domethënë, ideja ka qenë kompanitë amerikane, që janë Google, Amazon, PayPal, e kemi një listë të disa kompanive që nuk e kanë Kosovën në country list. Ambasada Amerikës kanë ndihmu shumë me Department of Commerce me i gjetë kontaktet të këtyne korporatave. Dhe i ka gjetë kontaktet të këtyne korporatave. Presidentja i ka nënshkrujt dokumentet edhe kërkesat cilat ja ka përgatitur Odë Amerikane. Domethënë, ka funksionu shumë mirë ky trekansh i institucioneve, edhe Odë Amerikane ka qenë motor i krejt kësaj. Pra po thëmë Ariane ka kry punën më të madhe, unë jam mundu me dhonë që ato që ka di për qëtë komunitet. Që ajo është një farë diçka nëse isha krenu me diçka që kemi bua rritje, edhe që ka është të ndosët, prej kohës që kom qenë Odë Amerikane, unë personalisht e kom qëta. Do me thonë, ajo hala është të funksionu, derisa na po flasim, presim shumë suksese në 2-3 muajt e ardhshëm që kanë me ardhur.
Kështu që këtu Si rezultat. po, këtu presidentja edhe zyrja e presidentës, ambasada e Amerikës që është Majka, edhe Rama dhe krejt ekipet të ne kanë bo shumë punë të madhe, tepër shumë punë të madhe. Domethënë ka qenë një farë suporti, sidomos për ambasadës, ka njerë më duket që ma shumë po punojnë ata se na. Po ideja ka qenë që nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pranuar Kosovën në 2008 si shtet, me krejt kushtetutën që cilën e kemi na sot, pse mos më e bë të njëjtën edhe Google, pasi që Google është kompani amerikane. Mirë, po pastaj këtu kemi një farë probleme me një ISO 3966 më duket është, që ajo është pjesë e UN-it dhe këto kompani i drejtohen disa listave të shteteve që janë pjesë të UN-it ose janë lista të gatshme dhe kërkosh nuk mirët shumë me do Kosovën se Kosova është shumë larg për ta, edhe nuk e kanë të rëndësishme. Tash na u dashke me i shku se cilës, për shkak që në UN s'mojshim me edhe s'munde me alo, me pas ndikim ose me ndryshu diçka, atëherë u dash se cilës kompani me i shku veç e veç, edhe jemi të pas sukses të jashtëzakonshëm. Hala si jemi që aty ku po dojmë, po Amazoni ka pranuar Kosovën me krejt në krejt shërbimet e veta. Disa çështje teknike kanë mbet, po kry për shembull me shit në Amazon s'po mundesh prej Kosovës për shkak që janë çështje teknike, mirë po vendimi për me u pranu Kosova o kry. Në Google jemi në gjysmë rrugës, që ajo është më e rëndësishmja që e kemi. Këtu ka nimu shumë, prap po them, krejt antarë të udhës amerikane, veçanërisht me Arianit Fazlion Nitën, që e kena shok, a i ka një mu bashkë me mu kemi shujt letra shumë dhe kemi bugati content për me i dërgu presidencës, ambasadës për me shty për para si proces. Kështu që shumë mirë ka shku puna dhe për që ta e kom një respekt veçant edhe për ambasadën e Amerikës, që e kom pas gjithë, po për këtu i pa qysh e shtym proceset tona dhe qysh në ndihmojnë, halo ma shumë i duhet dhe kom respekt për ta. Qysh të pështyn Amazoni me njoft, me na pru Amazoni e paketosin të me mshela, që mi bo? Ja, nuk është ashtu, jo. Na do të me bo njëjtë qysh e ka Shqipnia, ose Serbia, ose shtetet të rajonit që janë shtete. Gjithsesi Amazoni si i till në Serbi shkon shumë kadale. Për shembull, nëse marrim një rast që ka të lashet tona të kryme, shkon shumë kadale, sa nuk vjen për 2 muaj ose diçka. Gjithsesi Amazoni si politike Amazon.com nuk e ka që me i qit krejt senet e veta jashtë shtetit, nuk të shqip gjithçka në adresën që e kite jashtë shtetit. Kështu që na nuk më bën problem, po edhe nëse më kish bo, atëherë kjo ka qenë diçka shumë më madhështore se sa një biznes që u hap që 3 vjet. Besom, s'po du me tinglu folirant, po besom nuk e kisha pas problem edhe nëse i kish bo dam biznes. Okej. Po më te unë që të një për ofër mësova shumë sen, po besoj që dhe audiencë... Edhe unë për te mësoj sa artërime ty, kështu që... A ka në pyetje si ta buan që kështë pas që me ta buan? Se di, banëm dyqysh univa shumë shlirë, buna, si me bu muhabet me ti. Kështu që faleminderit shumë që ma krijove që të hapësirë me uni shlirë edhe me fol dyqysh sikur si mos me qenë këtu kamera. Po, vërtet. Po nëj, këtë pyetje i bënëm, apo lexon, apo kiko, apo kështu filma, podcast, ashtu. Dokumentat punës lexoj shumë. Edhe gjithçka që ka të bëjë me punë, se ka boll. Libra nuk jam të mujt me lexu shumë, gjithsesi i lexoj disa. Edhe gjithë të kryt e kam ka një libër. Çfarë gjëra të reja që më nangojnë, çfarë libër që ka pas më shumë të ndikim ty i kishte thonë lexu? Unë tash një vjet kam qenë në Sydney, Australi, dhe pata një eksperiencë shumë të mirë. Kesh me 2 shokë që janë pjesë e bordit amqame me Lorikën e Arianin, edhe në World Business Forum patëm një eksperiencë të hatashme dhe ndëgjum shumë folsa dhe ke jashtëzakonisht e mirë që ndëgjum. Aty i bleva 2 libra të çatën e folsave, plus ke edhe Agasit që fola e bleva edhe librin e Agasit. Kështu që e kam listë me bleçat open me ble. E kam listë për me lexu. Për shkak se historia e tij është shumë interesant. Në anën tjetër një libër që e kam lexu 70%, po halos e kam kryer, është For the Culture, me ta bosher mas nej ase. Edhe një libër që është tjetër që është për byrokraci që fol që ka emrin Humanocracy.
që me ik birokracisë, që ato jam që tash të lexu, kështu që birokracia është e keqe, humanokracia është e mirë, një farë balance me gjithë. Kështu që po nuk po muj me i kryu shpejt, për shkak që po kam shumë punë, edhe me thonë drejt kur gjatë javës mas 2 faqeve merr gjumë kur të lexoj. Kështu që më thujmë të lexoj katalogin e taulinave të treja të drunit. Jo, po lexoj shumë gjatë ditës dokumentet punës. Nuk po mëj kësi libra që kisha mujt me i rekomandu dikujt se dhe me lexu, nuk është që në 5 vjet e fundit s'kam pas shumë mundësi me u marr shumë me veten edhe me zhvillu veten ose karakterin tim në një nivel tjetër të shëndetit mendor ose të menduarit, për shkak që rutina ka qenë shumë e vështirë. Bler, ideja se e kena folë për pjesën e podcastit, po ideja që ti si 21 vjeçar ki punu një kompani ki nejt gjatë edhe përveç asaj ki qunë nivele ki tjera edhe ka qenë inovative me shërbime ketë, desha me dokumentu si proces, se dhe kjo është arsye pse po i tregon që secili mi pa paternat e secilit udhëhec të suksesshëm edhe me pa që hej nuk do më thonë që është keq me nejt me një vend 17 vjetë ose 15 vjetë se ki mundësi me bo se të nati qysh u kryu një bashkëpërije 2-3 vjetë edhe hajtë se pendroj ose po shkej diga. Valon, shpresoj, inshallah, muj me qenë inspirim për dikon që së dikon 20 vjetë. Kësha pas shumë qef edhe nëse muj me indimu dikujt që i ka 20 ose 21 vjetë që ka nëjë dilem të caktume. Unë jam shumë i shpejt në kthim të përgjigjeve, kështu që shlirë të më kontakton kurta. Kisha pas shumë qef nëse kish me qenë që ashtu, nëse unë kisha me qenë një model për një djallë ose një qikë që i ka 20 vjetë që ta. Dikush që të në 21 vjeçar me 20 biznes, çfarë këshilla e kësha jep? Veç konsistencë. Veç konsistencë edhe shumë punë. Veç konsistencë shumë punë. That's it. Edhe ka me pas ditë të erta edhe më bo gati. Po në gjithë për përsëriti këtë fjallën, visa të brushi më kalon. Në ditë nëzër javë, një javë nëzër muj, një muj nëzër vite, kështë që that's the mantra. Po, edhe që edhe suksesi hits different. Po, mu gjithë keshët me ty, kër dhe ishe, që të ka një biznes, ju profet, se më konë që gjithë profet. Saktë, biznes edhe hup. Edhe ka kriza, edhe ka vështirësi, edhe ka kënaqësi, domethënë nga njerë kur e kryjmë një problem ose fitojmë një projekt, një kënaqësi që e kemi, unë edhe ekipi jam, se besom e di që edhe ekipi gëzohet njëjtë sikur unë kur fitojmë diçka, çfarë relacioni kemi bu në ekip. Nuk ka gëzim më të madh qysh mundesh me pas diçka, nuk është kurrë që jep një gol në futboll. Po, vërtet. Kështu që paktën më duket ashtu, kështu që Blen, faleminderit shumë për kohën, edhe për tregimin, edhe suksese. Valjan, faleminderit ty, suksese ty. Bravo për këtë punën që po bën. Unë shumë prej podcast që i ke incizuar shumë ndërmars, edhe njerëz të Kosovës i kom ngu edhe i ngoj, edhe bravo për krejt çka i të bo. Edhe po mendoj që është një mënyrë e mirë që me ik disa scrolls ose disa informacioneve të panevojshme që pikena prej internetit që po na vinë edhe pa i lyp. Kështu që çaj blero gruën e kotës. Faleminderit shumë, Valja. Faleminderit.